Nga Arben Malaj. Sipas Kunicës, armiku më i keq i Shqipërisë jeni ju, shoku Rama, dhe qeverisja juaj e babzitur. A nuk ishit ju që pas një vendimarrje nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare prapua të premtonit çmontimin e të gjithë armëve kimike të Sirisë në tokën tonë, vetëm për të marrë ndonjë medalje ndërkombëtare? Po ashtu, a nuk ishit ju, shoku Rama, që sërish pas një konsultim të detyrueshëm me strukturat e sigurisë kombëtare, morët personalisht përsipër strahimin e 3500 mujahedinëve nga rreth 300 persona që parashikohej të strehojshin fillimisht. Ju i morët personalisht të gjithë, ndërkohë që pjesa tjetër do të shpërndahej me të njëjtin proporcion në vende shumë të zhvilluara dhe më të sigurta se Shqipëria. Kur një udhëheqës sheh armiq në çdo anë dhe në çdo orë të ditës, kjo pushon se qeni një problem personal, por mund të kthehet në një rrezik kombëtar. Neodiktatorët që shpallin armiq në organizatat ndërkombëtare, shtete demokratike, grupin e tyre parlamentar, qeverinë e tyre dhe mbi të gjitha popullin e vet, përbën një kërcënim në rritje me keqeverisjen e vendit, me gërryerjen e demokracisë dhe instalimin e mbretërisë kryeministrore, një lider që lëviz me eskort, sikur të ishte kryeministri një vendi në konflikt dhe jo ai i Shqipërisë, dëshmon se është i friksuar deri në palc, një autokrat që përdor pushtetin personal abuziv, për akmarrje personale dhe rrethohet nga sklever vullnetar, vetëm izolim. Vendimet akmarrëse ndaj medias dhe kritikëve publik po i kushtojnë vendit rreth 400 milionë euro dëmshpërblime, një faturë e rëndë për një popull plot shpresa, por të kërcënuar nga dështimet qeverisëse. Mos gërmo më tej, shoku kryeministër. Sa më thellë të gërmosh në grupën e kësaj keqeverisjeje tuajën, aq më shumë do të zihet fryma. Populli shqiptar thot kur digjesh nga qulli, i fryn edhe kosit. Sipas mediave vendase dhe ndërkombëtare, populli shqiptar është rrënuar nga miliarda euro të vjedhura dhe të shpërdoruara nga qeverisja juaj e babzitur. Mos u shfaq si një enverist modern, duke shpallur armiq të brendshëm e të jashtëm, përsunduar përmes parimeve makiaveliste. Nëse në ADN-n tuaj politike besoni se është më mirë të kem frikë se sa të duan, po mbillni frikë, por është pa ajo frikë që do t'ju rrëzoj me turp.